Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët me marrje bjerje ministre çështjeve europiane dhe Marta Kos, komisionere europiane për zgjerimin e Bashkimit Evropian, deklaroi se Shqipëria ka të qartë dhe nuk ka rrugë tjetër veç Bashkimit Evropian. Po eci me ritme rekord, e dim që ka sfida dhe duan shumë përpjekje, por e dim që nuk ka rrugë tjetër. Është hera parë për ne në histori që e dim me këtë duam të martohemi. Duam të martohemi me këtë perandori vlerësh dhe sigurie, kur më në fund qytetarët tanë të sigurohen që të drejtat e tyre do të respektohen, u shpreh kryeministri Edi Rama. Nga ana e saj, kryekomisionerja Kos u shpreh se shpejtësia e Shqipërisë është breslëndse, ajo drejtua kreut të qeverisë duke i thënë që të vazhdojë me këtë ritëm. Shpejtësia e Shqipërisë është breslëndse, kjo na çon në 5 grup kapitull të hapur dhe 28 të çelur. E di që presidenca daneze dhe vendet anëtare janë të përkushtuar për progres. Do të jetë më shpejt, më lart dhe një punë në ekip. Ky rezultat është rrjedhoi e punës së autoritetëve shqiptare pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar. Vendi juaj i dashur, kryeministri, tregon se mund të bëhet dhe bëhesh problem këtë ndryshim pozitiv. Vazhdoni me këtë ritëm. Është e rëndësishme të nisim të mbyllim kapitull sa më shpejt të jetë mundur. Grup kapitulli që kemi çelur sot është agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Reforma që përmban është mbrojtja e pasurive natyrore të Shqipërisë, u shpreh ndër të tjera Kos.